Aksionet e disa firmave evropiane të mbrojtjes regjistruan rritje dyshifrore në javët e fundit, duke përmbysur frikën e përgjithshme në tregjet globale të aksioneve nga pasojat e një lufte të mundshme tregtare. Evropa po angazhohet në forcimin e mbrojtjes së saj pasi Washingtoni sinjalizoi se siguria evropiane nuk do të jetë më përparësi e tij. Tregu i aksioneve ka kuptuar gjithashtu se Evropa duhet të mbrohet vetë në përputhje me rrethanat e reja, sepse duket se Shtetet e Bashkuara po marrin një rol dytësor si një partner i besueshëm i saj. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar prej kohësh që Evropa të shpenzojë më shumë për mbrojtjen e saj, duke argumentuar se Washingtoni nuk duhet të paguajë më për këtë. Në takimin e Bruxelles të njëjtën, krerët e Bashkimit Evropian së bashku me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky diskutuan planin riarmatimi i Evropës prej $860 miliard të financuar nga bonot e thesarit të BE-s dhe rregullat e lehtësuara për huamarrjen dhe shpenzimet. The money is less of an issue than the result. Parat janë më pak problem se sa vendosmëria. Ne pam pas pandemisë së koronavirusit se si Evropa dhe BE-ja ishin në gjendje të mobilizonin shpejt qindra miliarda euro. Hundreds of billions of euros. Vendet anëtare të BE-s po rrisin gjithashtu shpenzimet e mbrojtjes. Friedrich Merz, që pritet të jetë kancelari i ardhshëm i Gjermanisë, u zotua të lehtësojë rregullat e ashpra gjermane të huamarrjes. Dua të jem shumë i qartë këtu. Çfarëdo që është e nevojshme duhet gjithashtu të shkojë për mbrojtjen tonë tani, duke patur parasysh kërcënimet ndaj lirisë sonë dhe paqes në kontinentin tonë. Vendimi i administratës së presidentit Trump për të pezulluar ndihmën ushtarake për Ukrainën dhe për të kufizuar përdorimin e disa armëve të prodhuara nga Amerika ka nënvizuar dëshirën e Evropës për të forcuar aftësitë e veta ushtarake. Është e rëndësishme që paratë që shpenzojmë të paktën të qëndrojnë në Evropë. Ne nuk duhet të blejmë sisteme armësh amerikane me këto para. Udhëheqësit evropian janë zotuar gjithashtu të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën, por a mundet Evropa të riarmatoset dhe njëkohësisht të vazhdojë të furnizojë Ukrainën me armë? You do not build a defense industrial complex overnight. Ju nuk mund të ndërtoni një kompleks industrial të mbrojtjes brenda natës. Kjo nuk është diçka që do të shfaqet papritmas dhe sigurisht që nuk do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë mbi luftën në Ukrainë. Direct impact on the Ukraine war. Jo të gjithë evropianët janë dakord me këtë. Hungaria dhe Slovakia kanë shprehur kundërshtime ndaj mbështetjes së vazhdueshme për Ukrainën. Vazhdimi i luftës është i gabuar dhe i rrezikshëm, tha kryeministri hungarez Viktor Orban për luftën në Ukrainë. Jashtë ndërtesës ku po mbahej samiti i BE-s, protestuesit bën thirrje që Evropa të konfiskonte $200 miliard të pasurive ruse të ngrira në bankat evropiane dhe t'i përdorte ato për të mbrojtur Ukrainën.